Kanë kaluar 3 ditë që kur në opinion dolen informacione serioze lidhur me punën e ish-drejtorit të ndërmarrjes publike për rrugët shtetërore Eyup Rustemi, thanë në një preskonferencë nga Vlenë. Sipas tyre, në artikullin e botuar në një media të shtypur janë publikuar informacione skandaloze se Eyup Rustemi ka ushtruar presion ndaj njërës prej kompanive më të mëdha europiane për prodhimin e gardheve mbrojtëse që të mos marrë pjesë në tender në Maqedonitë e Veriut. Nëse siguria e qytetarëve është vënë në pazare që një tender t'i takojë një kompani serbe, atëherë a duhet të presim tragjedi të reja si ajo e vendbanimit Llaskars, që institucionet më në fund të zgjohen. Nëse prokuroria themelore publike për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit hesht përballë këtyre informacioneve serioze, atëherë pyetja lind vetvetiu. A e di Islamabazi se prokuroria duhet të veprojë sipas zërit publik, apo i njëjti pret të dëgjojë se çfarë do t'i thot Ali Ahmeti? Prandaj kërkojmë nga Islamabazi që menjëherë të hapë lëndë dhe të verifikojë të gjitha informacionet që lidhen me furnizimet publike, gardhet mbrojtëse dhe shumat milionshe. Pretendimet e paraqitura janë tërësisht të pavërteta, të pabazuara dhe nuk mbështeten në asnjë fakt apo dokument zyrtar, thuhet në përgënjeshtrimin publik të Eyup Rustemit. E vërteta është se gjatë periudhës sa ka ushtruar funksionin e drejtorit të ndërmarrjes publike për rrugë shtetërore nuk është zhvilluar asnjë procedurë tenderuese për furnizim me gardhe mbrojtëse nga kjo ndërmarrje, thot Rustemi. Përjedhoi nuk ka ekzistuar asnjë tender në kuadër të ndërmarrjes publike për rrugë shtetërore ku mund të jetë favorizuar, përjashtuar apo diskriminuar ndonjë kompani, kur nuk ka pasur procedurë tenderuese në kompetencën e institucionit që kam drejtuar, nuk mund të ketë as ndikim, as presion dhe as përgjegjësi nga ana ime, shkruan Eyup Rustemi në Facebook. Ai fton publikisht përfaqësuesit e Vlenit që nëse posedojnë qoftë edhe një provë të vetme që mbështet pretendimet e tyre ta paraqesin para institucioneve kompetente dhe para opinionit publik, në të kundërtën siç thot pres që të tregojnë përgjegjësi politike dhe morale, të tërhiqen nga këto pretendime dhe të kërkojnë falje publike qytetarëve dhe mua personalisht për përhapjen e informacioneve të pasakta.